Jam nga Berati. Para 2 vitesh, për 3 net me radhë, ndërrova motrën time të vogël në të njëjtën skenë, rinte pranë një lumi me një fustan të bardhë, e qetë por me lot në sy. Në fund të çdo ëndre, ajo zbriste drejt ujit dhe zhdukej. Fillimisht mendova se ishte thjesht ankth. Por ndjesia ishte aq reale sa të nesërmen i thash asaj: "Mos shko tek lumi për disa ditë, të lutem." Ajo qeshi. Nuk më mori seriozisht. 4 ditë më vonë, ndërsa ishte me shoqet, vendosën të shkonin në lumin Osum për të bërë foto. Ajo rëshiti mbi një gur dhe ra në ujë. Ujërat ishin të turbull. U deshën 6 orë që ta gjenin. Dhe fustani që kishte veshur ishte pikërisht ai i bardhi që kisha parë në ëndër. As sot nuk e shpjegoj si e pash. Nuk jam ndonjë njeri që merret me ëndra. Por ndonjëherë Zoti ose diçka tjetër na jep një mundësi. Thjesht nuk dim si ta ndalim atë që vjen. A keni parë ndonjëherë një ëndër që më pas ndodhi saktësisht në realitet? Na tregoni përvojën tuaj në komente dhe klikoni abonohu për më shumë histori të vërteta, prekse dhe të frikshme.